Të nderuar teleshikues, asalamu alaikum. Po takohemi në javën e fundit sa i përket muajit Ramazan. Dhe sot sigurisht do të flasim për një temë që sigurisht të gjithë ne e presim trajtimin e saj. Do të flasim tani për shpërblimin e veprave. Dhe në studio me mua është Hoxh Fadil Muslimi, me cilin ne do të trajtojmë këtë temë. Hoxh, asalamu alaikum, mirë se erdhe. Aleikum salam wa rahmatullah. Faleminderit për ftesën, mirë se gjatë. Atëherë Hoxh, Allahu krijoi kohën dhe vendet. A ka diferencime në mes të vendeve kur kryhet një vepër në to dhe kohëve kur kryhet vepra? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Po sigurisht se nga dhuntia, begatia e madhe Allahu Taala është që ka krijuar vende dhe kohë të veçanta, dhe jo për tjetër, vetëm që t'ju mundson njerëzve përfitimin nga ato vende dhe nga kohë të caktuara. Sigurisht se ka diferencime, ka dallime në mes të kohëve dhe të vendeve, që do të thotë se një vepër, një punë të cilën e bëjmë në një vend të caktuar, nuk është e njëjtë nëse e bëjmë në një vend tjetër. Po të njëjtën vepër, të njëjtën punë, të njëjtin adhurim, nëse e bëjmë në një kohë të caktuar, nuk është e njëjtë sikur kur e bëjmë në një kohë të caktuar. Pra në disa vende shpërblemi më ndryshe, në disa vende shpërblemi më ndryshe. Në disa kohë të caktuara, kur jemi duke bërë adhurime, shpërblemi me një shpërblim të veçantë, ndërsa në disa kohë të caktuara janë shpërblimet enkas për ato kohë. Dhe kjo është një shtytje, një nxitje, një stimulim për adhuruesit që të shfrytëzojnë her pas here këto vende dhe këto kohë kur gjenden në to. Atëherë Hoxh, cila do të ishte urtësia e dallimit ndërmjet vendeve dhe kohëve për sa i përket shpërblimit të veprave? Po sigurisht se këtë diferencim apo këtë dallim që ka bërë Allahu në mes të vendeve dhe në mes të kohëve është me një urtësi të veçantë, dhe urtësia finale e këtyre dallimeve, diferencimeve është se Allahu Taala shpërblen në mënyrë të veçantë për ato vende, që nuk shpërblen në mënyrë të veçantë për disa vende të tjera. Shpërblen në mënyrë të veçantë për ato kohë, që nuk shpërblen në mënyrë të veçantë për kohë të tjera. Dhe për shembull, nuk është i njëjtë namazi që falet në shtëpi me namazin që falet në xhami. Do thotë dallon vendi prej vendit, sepse i dërguari i Allahut ka thonë namazi me xhamat, me besimtar në xhami është më i vlefshëm se sa namazi që fal njeriu në shtëpi apo në lokalin e tij, në punëtorinë e tij për 27 shkallë. Pra, dallon vlefshmëria e namazit me xhamat, karshi namazit që falet. Madje nëse shikohet koha falet pikërisht në kohën e duhur. Pastaj mund t'i shtojmë edhe këto, se nëse falet me xhamat, falet në kohën më të dashur, që namazi është obligativ në kohë të caktuar, jo kur don njeriu vet. Po ashtu nëse ndalemi shikojmë vende të tjera, për shembull, nuk është i njëjtë namazi që falet në xhaminë e shenjtë në Mekë me namazin që falet në xhaminë e kryeqytetit ton ose në ndonjë xhami dikun tjetër, ose namazi që falet në xhaminë e të dërguarit ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ose namazi që falet në Mesjidul Aqsa, në xhaminë El Aqsa, sepse kanë çmimet të shumë fishta namazet, shpërblimet të shumë fishta në këto tre vende. Namazi që falet në xhaminë e shenjtë në Mekë, në Kabe, është më i vlefshëm se sa namazi që falet në ndonjë xhami tjetër për 100.000 herë. Namazi që falet në xhaminë e të dërguarit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në Medinë është më i vlefshëm për 1000 herë në krahasim me xhamitë e tjera, ndërsa në Mesjidul Aqsa është për 500 herë më i vlefshëm se sa në xhami të tjera. Andaj këto vende i ka dalluar Allahu Taala në krahasim me vende të tjera në mënyrë që njerëzit të vizitojnë ato dhe të përfitojnë nga shpërblimi i namazit. Pesha e shpërblimit këtyre namazeve, siç thatë në xhamitë e shenjta, a është vetëm në kohë të caktuara apo çdo herë shpërblimi për këto namaze në këto vende është i madh? Po këto lidhen më shumë si vende të caktuara, ndërsa koha është e njëjtë, mund të falësh atje edhe në kohë të Ramazanit, edhe në kohë të Haxhit, edhe asaj, ajo gjithmonë është, domethënë, ky numër që përmenda, 500, 1000 edhe 100.000, është gjithmonë është konstant. Mirë, po pastaj dallon për shembull umreja, nëse shkon njeriu e viziton Kaben dhe fal namaz në Ramazan, është më e vlefshme
dhe më e dashur tek Allahu se sa umreja që bëhet jashtë Ramazanit. Hoxh, cilat janë procedurat sheriatike të diferencimit të vendeve dhe kohëve të veçanta për shpërblime të veçanta? Po, procedurat, kështu nëse mund t'i përmbledhim shkurtimisht, janë se në këto vende dhe në këto kohë të caktuara, Allahu subhanahu wa taala ka mundësuar që të ndryshon rregulli i përditshmërisë. Për shembull, në këto vende, nëse shkohet, dallon namazi prej namazeve që është në vendet tona, ku e falem përditshmërinë tonë. Do të thotë atje një shpërblim tjetër, sheriatik, këtu është një shpërblim tjetër. Pastaj udhëtimi në këto vende, do të thotë e ka një rëndësi të veçantë, sepse i dërguari i Allahut qartë na thotë se nuk ja vlen njeriu të merr rrugën për të vizituar ndonjë xhami dhe për të shpërblyer për atë rrugtim, përveç se në këto 3 xhami, do thotë që i ka veçuar xhamin e shenjtë në Mekë, xhamin e tij në Medinë dhe xhamin El Aqsa, që është në Palestinë. Pra, jashtë këtyre 3 xhamive, sheriatikisht njeriu nuk ja vlen që të harxhon apo që të investon në udhëtime për të shpërblyer, ndërsa nga kurreshtja mundet njeriu të bën vizita. Pastaj udhëtimi në këto vende në aspektin sheriatik lehtëson njeriu përfitimin, sepse shkurtohet namazi gjatë qëndrimit në këto vende. Nëse njeriu qëndron një kohë të shkurtër, shkurtohet namazi, pastaj namazet vullnetare që i paraprin për shembull farzave ose që i përcjellin farzën mbas farzit, edhe ato në udhëtim njeriu nuk është e preferuar që t'i kryen, sepse një gjatë të tillë nuk e bonte Resulullah sallallahu alaihi wasallam, përveç namazit vitrit edhe namazit sunet që është para sabahit. Pastaj një veçantë tjetër e madhe është se Allahu Teala sheriatikisht ka ndarë, do thotë, kohët prej kohëve. Ka bërë sezona në të cilat njeriu sheriatikisht nëse shikon është më ndryshe në atë kohë se sa në një kohë tjetër. Për shembull, sezona Ramazanit është sezonë e begatshme, që dallon prej sezonave tjera. Ose sezona e haxhit është një sezonë e begatshme, e bereqetshme, që dallon prej kohëve të tjera. Dhe nuk mund të përfiton njeriu më shumë gjatë të vitit se sa që përfiton gjatë 10 ditëve dhe netëve të fundit të Ramazanit. 10 që i fundit të Ramazanit, në të cilin ne jemi tash, është koha më e përshtatshme, koha më e dashur tek Allahu për të shtuar ibadetin. Sidomos këtu duhet të veçuar 10 netëshin e fundit, 10 netët e fundit, do thotë sheriatikisht janë netët më të mira të vitit. Pra në këto kohë bëhet shumë fishimi i shpërblimeve apo jo? Po, sigurisht. Në këtë kohë është e veçantë se dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kur i ndan kohët na tregon qartë se netët më të mira të vitit janë 10 netët e fundit të muajit të bekuar të Ramazanit. Kur i tregon për ditët më të mira të vitit janë 10 ditë e para të muajit Dhulhijhe, që në fakt janë edhe ditët e haxhit, kur haxhilerët gjenden në vendet e shenjta. Dhe kur kemi parasysh 10 netët e fundit, këtu kemi natën më të mirë të vitit, që është nata e Kadrit. Kur kemi parasysh 10 ditët e para të muajit Dhulhijhe, që është muaji 12 në kalendarin hijrik, këtu kemi gjithmonë për qëllim një ditë të veçantë, që është dita e Arafatit, që në popull njihet dita para Kurban Bayramit. Andaj këto janë kohë të veçanta që janë të dalluara prej kohëve të tjera dhe sheriatikisht njeriu shpërblehet më ndryshe nëse gjatë këtyre kohëve, gjatë këtyre sezonave gjendet duke lutur Allahun Teala. Po ashtu prej ditëve të javës, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka dalluar ditën e xumas. Nuk është e njëjtë dita e xumas me ditën e enjte apo me ditën e shtune. E sidomos pastaj është një kohë e veçantë në këtë ditë, në ditën e xumas, që numërohet edhe si fest javore besimtarëve musliman, që nëse besimtari gjendet duke bërë dua lutje, nuk i kthehet mbrapa. Dhe kjo ndarje
nuk është bërë për diçka tjetër vetëm që muslimanët të përfitojnë nga këto sezona, që mund të jenë mujore, që mund të jenë javore, që mund të jenë ditore, apo që mund të jenë edhe gjatë natës. Dhe në popull shpeshherë shtrohet pyetja, këto netët e mëdha që janë gjatë vitit, të jemi shumë të sinqert edhe të jemi transparent të hapur me shikuesit tonë. Duhet të dim se netët e mëdha që i ka dalluar Resulullah sallallahu alaihi wasallam janë padyshim këto 10 netët e fundit të këtij muaji të bekuar. Po nata e madhe të cilën e ka kërkuar dhe ka insistuar që të gjen atë natë dhe me ngulëm dhe me vetë mohim të pashoq që ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është nata e Kadrit. Një natë, thotë kjo është nata më e madhe e vitit, për të cilën ndoshta do të flasim pak më vonë. Dhe për ditën e Arafatit, po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon qartë çfarë vlere, çfarë rëndësie ka ajo në krahasim me ditët e tjera. Dhe agjerimi i saj për shembull është diçka i veçantë sepse fshin mëkatet e vitit që lan pas edhe mëkatet e vitit që vije. Pra, kjo ndarje kështu shariatike, nëse mund ta përmbledhim kështu me një fjalë, është vetëm që besimtari të jetë në mundësi të shkëlqyer që të fiton apo të përfiton nga të mirat e këtyre ditëve apo nga të mirat e këtyre sezonave në të cilat ai mund të gjendet. Hoxh, e përmendet se në ditën e xumas është një kohë kur pranohen lutjet. A mund të na ilustroni edhe kohët tjera të përshtatshme kur besimtari mund të bëjë lutje dhe të shpresojë shumë në përgjigje? Po, është e vërtetë se dita e xumas është dita më e mirë e javës. Dhe kemi edhe kohë të tjera, do të thotë, kur besimtari mund të gjendet në to dhe të bën dua, të bën lutje e Allahu t'i përgjigjet atij në mënyrë paksa më të veçantë, ashtu siç e ka specifikuar vetë i dërguari ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ajo që duhet të dim është se kemi shumë kohë dhe gjendje në të cilat mund të gjendemi dhe të përfitojmë prej tyre në mënyrë paksa të veçantë. Për shembull, mund të marrim disa kohë që i ka veçuar vetë Resulullah sallallahu alaihi wasallam prej kohëve të tjera. Për shembull, nëse marrim 24 orëshin brenda ditës edhe natës, pjesa e fundit e natës është më e dashur tek Allahu për adhurim vullnetar, për ibadet nafile. Nëse ndokush dëshiron diçka të bën të veçantë, ndonjë adhurim të veçantë, është mirë që ta bën gjatë pjesës së fundit të natës. E në veçanti është e preferuar namazi i natës. Kjo pjesë është pjesa kur njerëzit hanë syfyrtash në Ramazan. Ajo koha e fundit. Dhe këtë kategori që ngrihen edhe bojnë ibadet, në këtë kohë Allahu i përmend në Kur'an. Thot wa bil ashari hum yastaghfirun. Në kohën e syfyrit ata i kërkojnë falje Allahut. Pra njeriu mund të jetë i përmendur në Kur'an si grup, si komunitet, nëse zgjohet në këtë kohë edhe e adhuron, e madhron Allahun subhanahu wa taala. Pastaj një kohë tjetër e veçantë është koha kur jemi agjërueshëm. Në këtë gjendje, doja agjëruesit nuk kthehet mbrapa derisa të bën iftar. Por ata është tradit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që të mblidhen njerëzit para iftarit në vend aty ku do të bëjnë iftar, të bëjnë dua, të bëjnë lutje, sepse derisa nuk fillon me ngranë dhe me pi, datë e agjëruesit pranohen. Kur ishim te pjesa e fundit e natës, është me të vërtet e veçantë diçka, sepse i dërguari Allahut ka thonë se në këtë kohë Allahu Teala, Allahu i madhëruar zbret mbi qiellin e dynjas. Dhe si zbret ai takon Allahu Teala. Ajo është çështje e tij. Ne nuk kemi informacione njëritë shumë të rreth kësaj, por është mëse vërtet se zbret mbi qiellin e dynjas. Dhe i pyet robrit e tij, a ka dikush prej jush që më kërkon diçka që unë t'i jap atij? A ka dikush prej jush që më kërkon falje e unë t'ja pranoj kërkim faljen e tij? A ka dikush prej jush ndonjë nevojë, ndonjë kërkesë
e unë që t'ja realizoj atij. Pra kjo është kohë e veçantë, do të thotë pjesa e fundit e natës ose pjesa e tretë. Nëse ndajmë natën në 3 pjesë, për shembull, nëse i ka nata, po e zëm tash 6 orë, 7 orë, atëherë dikun këto 2 orë të fundit të natës para mëngjesit, para agimit është pjesa e tretë e natës. Kjo pjesa më e mirë. Po ashtu Allahu Teala ka bërë të mundur që njeriu të përfiton edhe në vende të tjera apo në kohë të tjera. Për shembull, koha kur jemi duke udhëtuar, doja e udhëtarit nuk refuzohet. Pastaj kohë tjetër është që e ka veçuar i dërguari i Allahut është kur bie shi. Doja gjatë kohës kur bie shiu, ky bereqet i madh nuk i kthehet mbrapa besimtarit. Pastaj doja kur takohen ushtrit në luftë, thot gjatë betejës, edhe aty nuk kthehet mbrapa. Pastaj doja gjatë natës së Kadrit, gjatë ditës së Arafatit, datë në vendet e shenjta, edhe kështu nga këto kohë që i numëruat ju, shohim që kohët e preferuara për pranimin e lutjeve nuk janë të larta njëra me tjetrën. Pra besimtari e pas ka mundësinë që çdo ditë apo përkatësisht çdo natë të bëj lutje dhe të pranohen ato. Po sigurisht kjo është një dhunti apo një begati e madhe, dhe kjo është nga mëshira e Allahut që çdo njeriu të ketë rastin mundësinë të përfiton nga koha dhe vendi ku ai qëndron. Në çdo ditë jemi të obliguar të kryjmë faljen e namazit 5 herë brenda ditës edhe natës. Edhe doja që bëhet mbas sezonit pranohet. Doja që bëhet mes sezonit edhe i kametit pranohet. Andaj duhet njeriu me shfrytëzue prezencën e tij kur është në xhami, kur thirret ezani, me fal namazë vullnetare, pastaj me ngre durt apo edhe pa ngre durt me bë dua, sepse doja në këtë kohë në mes të ezanit, edhe i kametit, do më thonë, kur thirret ezani, derisa të fillon farzi namazit, të thot bati kameti para farzit, në këtë kohë doja pranohet, po ashtu edhe gjendja e njeriut që është prind, e ka statusin e prindit, është e veçantë sepse edhe doja e prindit për fëmijën e tij nuk refuzohet, ose doja e atij që është bë pa drejtësi, është bë mizori. Për këtë do i dërguari Allahut ka dhënë një sqarim të veçantë. Ka thonë doja e atij që është bë pa drejtësi, që është bë mizori. Nëse drejtohet tek Allahu, nuk ka në mes të asaj duas, lutjes së tij, edhe Allahut nuk ka pengesë, ai direkt do të thotë me automatizëm shkon tek Allahu Teala dhe Allahu Teala e realizon. Por edhe gjendje tjera, edhe pozita tjera, edhe vende tjera janë të hapura për lutje, sepse Allahu Teala thot: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Nëse ty të pyesin o Muhammed për mua, thuaju atyre se unë jam afër tyre. Allah do thot është afër me dijen, me shikimin, me dëgjimin e tij, dhe e din do thot dëshirën tonë, e shef kërkesën tonë, edhe dëgjon lutjen tonë. Dhe është afër dhe i përgjigjet lutjes, duas së lutësit kur ai e lut Allahun Teala. Kështu përmendet tek ajetet e agjerimit në surën El-Baqara. Pra, nëse të pyesin ty o Muhammed, për mua thuaj unë jam afër, i përgjigjem lutjes së lutësit kur ai më lutet mua. Po, tani do të bëjmë një shkëputje të shkurtër, shikues të nderuar, që ndronim ne, kthehemi pas pak me pjesën e dytë të emisionit. Shikues të nderuar, u rikthyem në pjesën e dytë të emisionit të sotëm Zëri i Arsyes, po flasim për shpërblimin e veprave me Hoxhën Fadil Musliu. Hoxh, përmendet më herët edhe kohët më të preferuara për pranimin e duave dhe që janë kohë të shpeshta, dhe sigurisht që është një përgjigje e dur për shikuesit tanë, pasi që pyetjet janë të shpeshta kur drejtohen në redaksin ton për kohët më të preferuara për bërë lutje. Atëherë Hoxh, a ka kohë të caktuara kur veprat shpërblehen shumë e që shikuesit, përkatësisht besimtarët, nuk janë të vëmendshëm për vlerat e tyre? Po, në kalim thea i përmendëm më herët disa kohë do të veçanta.
por një kohë që me të vërtet njerëzit shpesh herë gjenden në te dhe nuk e shfrytëzojnë, është kjo pjesa e fundit e natës. Ose kjo pjesa e natës në përgjithësi, por në veçanti pjesa e fundit e natës. Njerëzit shpesh herë rastis që të qëndrojnë të zgjuar për punë të tyre të ndryshme. Dikush nga dëshira, dikush është i obliguar, dikush është në ndonjë angazhim gjatë natës dhe qëndron atë kohën më të mirë po është i pa informuar ndoshta për vlerën e asaj kohe, ose është informuar por e neglizhon duke shtyr çdo herë të mirën për nesër. Dhe neglizhimi i punëve të mira nuk është gjë që e përgëzon besimtarin. Nëse ndonjë besimtar musliman i neglizhon, është për tac, neglizhon ndaj punëve të mira, thotë, unë sonte po rri natën deri vonë, po jo sonte nuk do të lutem, jo sonte nuk do të bëj namaz gjatë natës, nuk do të kërkoj falje, nuk do të pendohem, do të lë natën tjetër. Dhe nesër mbrëma të njëjtën gjë e bën, edhe pas nesër mbrëma kështu bën, ai ka të ngjarë që një ditë nuk do të arrijë natën më atë kohë, sepse ndoshta do t'i vjen edhe vdekja, apo do t'i vjen edhe smurja. Andaj kush prej neve nuk ka nevojë, kush prej neve nuk ka kërkesa, kush prej neve nuk ka dëshira, kush prej neve nuk ka aspirata për një punë në këtë botë, secili. Nuk kemi ndonjë njeri në vendin tonë, po edhe në botë nëse shohim, në nivelin global, nuk ka ndonjë njeri që nuk ka nevojë për diçka. Kish më dikush po këta që janë kryetar shtetesh të mëdha, ose mbretër, ose monark, çka kanë ata nevojë? Po ata kanë nevojë edhe më shumë se ne, se ata duhet me bë doa që t'ju vazhdo pushteti, se dëshira për pushtet ata i çmend. Ata do të thotë punojnë natën ditën për me mbajt atë koltukun cilin janë. Edhe ata do të thotë kanë nevojë. Pastaj që t'ju jepi çet Zotit të mos smurën apo mos përballen me probleme të ndryshme. Andaj asnjëri prej nesh nuk është pa nevojë, pa kërkesa, pa dëshira. Dhe ato që po e neglizhojnë, ato që po anashkalojnë si kohë të veçantë është koha e natës, e në veçanti koha e fundit të natës. Po ashtu edhe një kohë tjetër është që njerëzit shpesh gjenden te dhe nuk e shfrytëzojnë fare. Kjo është koha e udhëtimit. Kur udhëton për shembull prej qytetit, prej këtu për shembull udhëton në Prizren apo në Xhako apo në Pej. Dhe ky udhëtim numërohet tamam shariatikisht udhëtim. Do të thotë plotson kushtet e udhëtimit dhe plotson kushtet për të pranuar doja. Njeriu shkon në këto vende apo shkon edhe në vende tjera, në Shqipëri apo Maqedoni apo në Malzi apo edhe më larg, dhe gjatë kësaj kohe fare nuk e shfrytëzon mundësinë e duas. Do të thotë e lën anësh apo e injoron sikur të mos jetë e përmendur fare kjo kohë. Dhe kjo ndodh tek besimtarët të cilët nuk janë të vëmendshëm, të cilët nuk janë vigjilent gjatë jetës së tyre. Ne nuk nënshmojmë asgjë nga të mirat e Allahut që na ka dhënë, sepse i dërguari Allahut thotë la tahqiranna min al-ma'rufi shay'a, mos nënshmoni nga mirësitë e Allahut asgjë. Qoftë thotë edhe duke takuar vllaun tën me fytyrë të buzëqeshur. Sepse buzëqeshja në fytyrën e vllaut tën kur takohesh është sadaka. Është lëmosh. Jemi në përfundim të Ramazanit dhe si zakonisht edhe këtë vit shohim që ka pas plot njerëz të cilët nuk kanë realizuar agjërimin në këtë muaj. Si e komentoni ju neglizhencën e tyre? Çka i ka penguar ata që të mos agjërojnë? Po, ajo sigurisht nëse një besimtar që deklarohet me bindje, me vullnet se është musliman, dhe nuk e kryen një obligim prej obligimeve me të cilat e ka nderuar Allahu, ai është i paditur apo është i pa informuar për vlerën e rëndësinë e atij obligimi. Dhe kështu, të gjitha ata që kanë arritur këtë muaj, në të cilën jemi, këtë muaj të bekuar, këtë muaj të mirësive, dhuntive të mëdha, dhe nuk e ka shfrytzuar, ai nuk ja din vlerën. Po le të jetë ai edhe akademik i shkencës. Po le të jetë edhe me shumë titull shkencor. Ai është i pa informuar, nuk e din fare vlerën e këtij muaji. Se vetëm sikur të ishte ul pak para Ramazanit dhe jo të studion muajin e Ramazanit çfarë kante, por vetëm mirësitë, për shembull në renditje 1, 2, 3, 4, 5, për shembull deri në 10 ose edhe 100 mirësi,
Po vetëm një 10 i kish pa prej mirësive ma kryesore të Ramazanit, njeriu që kupton, njeriu që logjikon me logjik të shëndosh dhe mendon me mendje të shëndosh, nuk do talente edhe sikur ta burgosnin atë, edhe sikur ta obligoni me ngrana dhe me pijaj, nuk do të hante, nuk do të Arsyetimi i pinte. tyre ishte çdo herë se për shkak të pamundësisë të qëndruarit pa ushqim. A duhet shikohet agjërimi vetëm në këtë aspekt apo ka edhe dobi tjera? Po ja, kjo është arsyetim naiv. Me thonë njeriu s'ka mundësi me agjerue, jam duke punue, jam duke lëviz, jam duke bo këtë apo atë. Kjo është arsyetim që nuk Mirë, atëre çka duhet ta duhet mbajë merret të parasysh. fortë atë që Se vetëm desha ta marr një Po? shembull, nëse fëmijët ka 8, 9 apo 10 vjeçar agjerojnë, e na i kemi në për familjet tona, në për farefisin ton, tek fëmijët ton. Na kemi në për xhamia tona, fëmijë ka 8, 9 vjet në klasën e 3, 4 agjeron. Si mund një burr për shembull 30 vjeçar apo 40 vjeçar apo 50 vjeçar të arsetohet se nuk mundet të qëndron pa ngrënë dhe pa pi. Mirë po normal që njeriu kur agjerimin nuk e bën për krijuesin, po e bën për krijesat, krijesat nuk kanë energji, forcë ty me dhon për me të i kalue ditën. Do të thotë nëse ti e bën për njëri agjerimin, ai njëri ty nuk mund të më të dhon energjinë, nuk mund të të dhon forcën. E cila është e energji dhe forcë që të jep Allah, është forca e besimit e imanit. Pra, pse njerëzit jashtë Ramazanit nuk mund të ashtyjnë për shembull mëngjesin, kaftjallën pas orës 9 apo 10 mëngjesit. Me njerët do thotë çrregullohen, kanë çrregullim stabiliteti në trupin edhe në fytyrën e tyre. Pse unë jam mësuar 10 ora, nëse nuk ka nuk pi në atë kohën e pastaj nuk jam mirë. Dikush është mësuar në ora 9 apo në ora 8 mëngjesit me pi kafe. Thotë nëse nuk e pi kafen e mëngjesit, nuk më shkon dita mirë. E në Ramazan pse po të shkon? Po ta shkoj në Ramazan, kam ndrru programin, se të thotë e lidh natën e parë të Ramazanit, se nata e para prinditës, natën e parë ai e bën njetin me zemër se do të agjeron për Allah. Në farë mënyre, sikur uji i madh për shembull që rrjedh nuk ndalet, por e ndal me penda, e ndal me një pend aty, atë lumin apo liçenin, edhe kështu ja çet do të thotë një pend me njet. Me qëllim të mirë vendoset një pend në mes teje edhe në mes ushqimeve dhe pijeve gjatë ditës. Andaj, me një fjalë, të gjithë ata besimtarë që nuk e kryejnë një ritual fetar, një adhurim, një ibadet, janë të pa informuar, janë të pa ditur për vlerën, për rëndësinë e atij ibadeti. Nuk ka mundësi njeriu me ia ditë vlerën, rëndësinë namaz dhe me lënë namazin. Nuk ka mundësi besimtari musliman që ja din vlerën agjerimit edhe lën agjerimin, apo që ja din vlerën haxhit. Dhe tash na menjëherë fillojmë pas sezonit të Ramazanit, një sezon tjetër të begatshme, vjen sezoni e haxhit. Dhe nuk ka mundësi njeriu që të mos shkon tash edhe të bën ato përgatitjet që duhet me i bë për të shkuar në haxh. Po kur nuk ja din vlerën, e anashkalon. Kështu është edhe tek haramet. Kush nuk e din për një gjë që është haram dhe që është ai veprim i rrezikshëm, dhe ai vjen kundërshtim direkt me ligjin hyjnor të krijuesit, Allahu Teala, ai e bën haramin let. Ky tjetri për shembull e din se një gjë që e ka ndaluar feja është për të shkatërruese, ai nuk bjen në të. Por kur e shohim një njeri që është në haram, duhet ta dim, të konstatojmë se ky nuk e din fare se çfarë rreziku është duke e prit atë. Sa ai që din për shembull rrezikun, vallahi nuk kish me bë një injorim të Ramazanit këtë mënyrë që po e bojnë shumë nga popullata jonë. Elhamdulillah numri po shtohet, po zakonisht po shtohet numri të rive dhe të rejave, sepse ata që janë shkolluar në të kaluaren kanë marrë nga ideologjit e ndryshme brenda dhe jashtë mësime, ata sigurisht nuk po mund ta gjejnë veten në realitetin e ri në të cilin jemi. Mirë po ka njerëz që edhe bojnë agjerim, por jo agjerim shariatik, agjerim që shpërblehen, por bojnë për shkak të mbi peshës, bojnë dietë, nuk kanë, nuk pinë, privohen nga mishnat, privohen nga xhellrat, privohen nga brumet e ndryshme, nga ëmbëlsirat e ndryshme. Ata ndoshta edhe do të me mujë të tërë ndoshta që t'i bartin pasojat e smundjes së tyre. Por ata shumë mjek, jo musliman, agjerimin e muslimanëve e kanë quajtur operim pa brisk. Do të thotë një operim që njeriu e bën në organizmin e tij dhe largon ato mbeturinat, ato gjëra që janë të tepërta që ka konsumuar organizmi gjatë tërë vitit.
Po, Hoxh, a mund të na flisni tani për kohët e dalluara, por që njerëzit janë të njoftuar për ato kohë? Po, çdo herë duhet të kemi parasysh se ka kohë që njerëzit i shfrytëzojnë, i dinë vlerën rëndësinë atyre kohëve, dhe ka kohë që njerëzit nuk i shfrytëzojnë dhe nuk e dinë rëndësinë e tyre. Nga kohët që njerëzit e dinë rëndësinë e tyre është koha kur ata bojnë ibadet dhe e shfrytëzojnë maksimalisht. Një përqindje e madhe e besimtarëve e shfrytëzojnë. Për shembull, koha e namazit është koha e veçantë dhe të gjithë ata që shkojnë janë të vetëdijshëm për çka po shkojnë në xhami, ose më thonë me përqindje të madhe e shfrytëzojnë maksimalisht. Bilet sot hasim tek të rritë edhe të rejat që shfrytëzojnë aq mirë kohën e namazit, thuhet se ky e ka këtë namaz lamtomirës. Se kështu është porosi. Edhe nga feja që çdo namaz që falim, duhet ta falim sikur të jetë namazi lamtomirës, namazi i fundit. Po ashtu nga koha që shfrytëzojnë besimtarët, po flas për besimtarët e vendit tonë, është edhe koha e haxhit. Kur shkojnë në haxh, maksimalisht e shfrytëzojnë një pjesë e madhe e haxhilerëve, pjesa dërmuese e tyre, sidomos shihet një ngritje e numrit të rive dhe të reja që po shkojnë haxh. Dhe kjo është një përgëzim për këtë popull. Do thotë ata që duhet me i kuptu gjanat vetëm po fillojnë të vetëdijsohen, vetëm po fillojnë të ngriten intelektualisht dhe po e shfrytëzojnë maksimalisht qëndrimin e tyre në vende të shenjta. Po ashtu një pjesë tjetër e besimtarëve po e shfrytëzojnë edhe Ramazanin maksimalisht. Është për çudi kur i shef xhamit jo të mbushura, po stërmbushura, nuk po i zan besimtarët në namazin e taravis e në veçanti këto net në të cilat jemi në namazin e natës. Dhe në mesin e tyre kemi doktora shkencë, jo një, po me 10. Në mesin e tyre kemi mjek, në mesin e tyre kemi inxhinier, kemi jurista, kemi ekonomista, kemi gazetar, kemi të profileve të ndryshme. Dhe kjo na gëzon, kjo na nxit edhe na stimulon se ardhmëria e këtij populli është e ndritshme. Ajo që na gëzon shumë në këto net të nxehta, në këto net të vapës, është edhe prezenca e fëmijëve nëpër xhamia, edhe pse ata lëvizin, qeshin, po ata janë krenaria e këtij populli. Ata janë ardhmëria, perspektiva e këtij vendi. Dhe siç kishte thënë një hoxh, në ato xhami ku nuk dëgjohen zërat e fëmijëve, lëvizjet e fëmijëve, në ato xhami nuk ka perspektivë. Unë po e them, në atë popull që nuk ka fëmijë besimtar, që nuk ka tri besimtar, nuk ka perspektivë për atë popull. Hoxh, mund të na flisni se sa e ka vlerën nata e madhe e Kadrit? Megjithse gjatë gjithë emisionit e keni përmendur, por tash flasim pikërisht. Kalim se përmendur 2 apo 3 herë, po sigurisht është e arsyeshme, e nevojshme që të fokusohemi pak më shumë tash në këtë pjesë të fundit të emisionit, sepse nata e Kadrit është aktualiteti i këtyre ditëve dhe netëve. Krejt besimtarët tash i madh dhe i vogël, ata që janë domethënë agjërueshëm, po që besa thon drejtën, edhe ata që janë agjërueshëm është interesant, ka fundi Ramazanit edhe ata në një farë mënyre dëshirojnë ta gjejnë natën e Kadrit, apo siç njihet popull dëshirojnë ta gjejnë natën e madhe. Për ata, për mos më na bën neve për taca, për mos më na bën neve dembela, Allahu Teala natën e Kadrit nuk e ka definuar të qartë se cila është. Ajo është e vërtetuar me Kur'an, është e vërtetuar me thënjet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mirpo, është në 10-shin e fundit. Dhe në 10-shin e fundit është në netët teke. Ajo mund të jetë nata 21 e Ramazanit, 23, 25, 27 apo 29. Andaj i dërguari Allahut ka bë adhurim intensiv gjatë këtyre netëve, qysh nuk ka bë gjatë netëve të tjera të Ramazanit, ose jashtë Ramazanit. Ju ka përkushtuar me tërqenjen e ibadetit gjatë këtyre netëve. Dhe tregon gruaja e tij Aisha radhiyallahu anha, ka thonë kur hynte 10-shi i fundit i Ramazanit, 10 net e fundit të Ramazanit, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka bë
adhurim, ka bo ibadet, as shumë, sa që nuk ka bo ndonjë kohë tjetër, si që ka bo në këtë net. Ose, si që tregohet, kur ka ardhur 10 që i funit i Ramazanit, i dërguri Allahut e ka shtrënguar në një farë mënyrë kështu në gjuhën popullore, rripin e tij. Dhe e ka zgju familjen e tij natën. Dhe e ka ngjall natën e tij. E ka bën natën sikur ditë, domethënë aktivitet, angazhim, punë. Dhe kjo e ka shtrënguar rripin, është përmend kështu në mënyrë figurative, po ka për qëllim njeriu kur i përkushtohet një punë të madhe ose një punë të rëndësishme, në farë mënyrë sikur e shtrëngon rripin edhe mbledh forca. po mbledh forcën edhe i përkushtohet asaj deri në fund. Andaj si mos ti përkushtohemi këtyre netve kur është nata më e mirë e vitit, është vetëm një herë. Një herë në vetë dhe shkon. E arrin kush se arrin. E gjen kush se gjen, ajo shkon. Çfarë shpërblimi ka kjo natë hoxh? Po shpërblimi është i madh, sepse mas pari i dërguri Allahu sallallahu alaihi wasallam thot men qama lejlet al-qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush bën ibadet, adhurim, namaz, sidomos është fjalë për namazin e natës tu, gjatë kësaj nate, dhe e qëllon këtë natë, natën e kadrit, i falen mëkatet, gjunahet, të cilat e ka bërë gjatë vitit të kaluar. Në një transmetim të ngjashëm me këto, që shënon Imam Ahmedi në Musnedin e tij, thot kush ngritet natën e kadrit, bën ibadet, bën namaz dhe e qëllon natën e kadrit, ati falen mëkatet që ka bërë vitin e kaluar, por edhe mëkatet, gjunat që do t'i bën vitin e ardhshëm. Shme thonë dikush prej teleshikuesve, po çan ka let kjo, këto 10 net përkushto, e gjen edhe bën pastaj gjuna. Jo, nuk mundesh me bë gjuna mos natës kadrit. Pse? Sepse Allahu t'i pranon datë lutjet. Allahu ta pranon atë përkushtimin, përqendrimin tën, atë sinqeritetin, seriozitetin tën, dhe tash nuk mundesh më me bë gjuna. Të mbron Allahu prej gjunave. Do të thonë është mas preventive. Është mas preventive që të ndalë pastaj prej të këqijave kur të dalën prej Ramazanit. Pastaj, nëse i shikojmë gjeneratat e mahershme, në të kaluarën, sa kanë jetu ata? 200, 300, 400, 500, deri dikun të 1000 kanë jetuar. Vetë i dërguri Allahut Nuhi a.s. Dikun ka jetuar rreth 1000 vite. Kurani përmend qartë se ka thirr popullin e vet. Do thotë i ka kaluar nda vet. Në thirrje i ka kaluar 950 vite. Pastaj edhe ajo koha para Davetit, ku me ditë sa vite ka qenë, veç dikun 1000 vite apo mbi 1000 vite ka jetuar. Ndërsa tash sa po jetojmë? 50, 60, 70. Ose krejt me përmbledh këto, jeta e umetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është prej 60 deri në 70. Kështu ka thënë dërguri Allahut. Jeta e umetit tim do të jetë në mes 60-shit edhe 70-shit. E tash ata 700 vjet, ndërsa na 60 vite apo 70 vite. Ata ka pas mundësi me përfitu ma shumë, edhe janë mërzit shokët e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Edhe i ka thonë i dërguri Allahut, na po bojmë ibadet, po koha jonë është e shkurtër. Ata kanë boj ibadet, po ata kanë pas 500, 600 deri 1000 vite. Andaj Allahu Teala për me i mëshirue, për me i gëzue, për me i stimulue besimtarët musliman, u ka dhënë natën e kadrit. Dhe sa është kjo natë e kadrit? Është një natë e rëndëmt? Jo, absolutisht është e rëndëmt. Lejletul qadri khairun min alfi shahr, thot Allahu. Nata e kadrit është më e mirë se sa 1000 muaj. Kuptohet 1000 muaj që s'gjindet ke natën e ta. E kjo i bjen matematikisht dikun 83 vite apo 84 vite. Të më thonë paramendoje. Tash edhe ty po të shtohet mundësia për me jetu gjatë. Ti në fakt po jeton ndoshta 70 vite. Mirë po në këto 70 vite ndoshta 10 herë ke qëllu natën e kadrit. Për shembull nëse po e zëm, krejt këto 70 vite ke boj ibadet, prej moshës 10 vjeçare, 60 vite. Po 60 vite vetëm 10 vite ke qëllu natën e kadrit. Shumë fishoje tash me 83-4 vite që e ka vlerën, do më thonë tash ti po jeton edhe ma shumë se gjeneratat e kaluara. Kjo është një dhunti që nuk dokument dohet i madh i vogël ta shfrytëzojmë. E në vëmend shumë njerëzit hoqë sa duhet për këto shpërblime, sidomos për natën e kadrit? Po janë të vëmendshëm, po nuk, si me thonë, nuk janë të përqendruar si dohet me atë vëmendjen e tyre.
nuk janë të përqendruar si duhet. Pse? Ata e veçojnë vetëm një natë. Në popullin ton, sidomos në Kosovë, po edhe vende të tjera, po tek ne po flas, po edhe në rajon këtu në Ballkan, sikur thuna ka ardhur evolosne nga Allahu se kjo natë është nata 27. Ka të ngjarë që tjetë nata 27. Absolutisht askush nuk e mohon. Ka shenja, ka sinjale që kjo mund të jetë nata 27. Mirë po në të njëjtën kohë edhe ka shenja, ka sinjale se kjo mund të jetë edhe nata 25 apo 29. E kështu që të mos përqendrohemi vetëm në 27 se ajo lëviz her pas here. Ndodh që një vit të jetë nata 27, ndodh që vitin tjetër të jetë nata 29. Që të dallohen ata besimtarët e sinqert, ata që janë serioz, dhe të dallohen këta që janë dembela, këta përtaca. Për ata ne natën 27 kemi do të thotë shumë vështirësi me bë namazin e taravive dhe namazin e natës. Mos me qenë borrët, mos me qenë trotuarët rreth xhamive, na nuk di ku i akomodojnë besimtarët gjatë kësaj natës 27. E unë kisha thonë vllazëve tonë, motrave tona, që të përqendrohen në netët e fundit, duke mos dalluar, se nuk jemi të sigurt. Nuk na ka ardhur neve këtë vet një lajm me thonë hapeni zarfin para Ramazanit. Edhe me na lexu për shembull miftiu i nderuar dhe respektoj me thonë besimtarët këtë vit e kanë natën e Kadrit nata 27 ose nata 25 edhe na pastaj ishim përkushtuar. Jo, ajo ka mbet e fshet. Nuk ka shtregu askujt. Në fakt i është tregu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. I është tregu kur nata e Kadrit. E pse sta informoj? Sepse kur doli jashtë prej shtëpisë që kishte të ngjitur me xhamin e tij në Medinën e bekuar, kur doli jashtë deshi të informon besimtarët nga urtësia e Allahut, ja hoqi nga mendja se i pa dy njerëz, dy besimtar, duke u grind ndërmjet veti dhe ndërhyrit që të qetëson gjakrat e tyre, që të qetëson atë mosmarrveshjen e tyre, temperamentin e tyre, e pastaj Allahu Teala ja largoi nga mendja. Dhe thotë e harrova. Apo mu harru, thot, kur është tash nata e Kadrit. Dhe kjo është urtësia Allahut, se Allahu ka mund t'ja dërgon enkas Xhibrilin për këtë ngjarje, të thot, kjo është edhe publikoje, ashtu siç ka publikuar shumë gjëra të tjera. Pastaj është e një rëndësi të veçantë nata e Kadrit dhe është shumë e rëndësishme ta dinë populli ynë se në këtë natë, natën e Kadrit, zbresin aq shumë melaçe, aq shumë engjëj në rruzullin toksor, sa që besimtarët, si kur të ishin të vetëdijshëm, këmbët ka ecin, do të kishin kujdes se ku po shkelin. Aq prezencë e madhe. Pastaj, jo që vinë me laçe as shumë, po është interesant se këtij delegacioni të pa numër, të pa ditur për ne numrin e tyre, ju prin edhe meleku ma famadh, ma autoritativ, meleku ma i dalluar Xhibrili a.s. Meleku i cili kishte detyrë që të sjell shpalljen tek profetët. Meleku i cili ka komunikuar me 124.000 pejgamber. Meleku i cili ka komunikuar ndoshta edhe me një numër më të madh, se këtë numër e përmend i dërguari i Allahut, por Allah çka thot? Çfarë thot Allah? Thot për disa të dërguar, të kemi treguar ty o Muhammed, e për disa nuk të kemi treguar. Andaj Xhibrili a.s. me të gjithë këta të dërguar, me njerëzit apo me kategorinë më të dashur, më të ngritur, në këtë rrezull toksor ka komunikuar Xhibrili. Tash ai nuk ka më punë me ta, ata kanë vdek. Ai tash vjen çdo herë në vit na viziton në natën e Kadrit. Për çka vin? Për çka vin? Veç kështu vizitë rëndomt? Jo. Allah thot tatanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Vin pra melaçet, edhe vjen Xhibrili a.s. me lejen e Zotit e tyre, bi'izni rabbihim min kulli amr, për çdo çështje. Për çfarë çështjesh? Për çdo gjë që do të ndodh brenda vitit. Në këtë natë do të rishkruhet çdo gjë çfarë do të ndodh. Për shembull, do të rishkruhet në natën e Kadrit bojarisma çfarë punësh do të bën gjatë vitit. Çfarë kaderesh, sprovash do t'i ketë. Apo dhe çfarë fatkeqësish do t'i ketë. Apo çfarë të mirash do t'i ketë. E tash, në këtë natë do të determinohet rishtas jeta jote për një vit. Edhe jeta ime, edhe jeta besimtarit. Po kish me bë dikush pyetjen,
Po thata nuk janë këto të shkruar me kreta. Po, ai shkrimi fillestar është, por çdo vjet freskohet, regjistrohet rishtas. Dhe tash nëse në këtë natë gjindesh duke bëj ibadet. Dhe po të marr ty tash këtu, mos të kam përballë. Shembull, ka pas me të ndodh një fatkeqësi e madhe. Por në momentin ku po vjen me leku dhe po regjistron tash ato që është e caktuar prej Allahut. Allahu po të largon ja robit tim këtë keqe. Mos ti ndodh bujarit kjo keqe. Pse po të shef me kokën sejdë? Ndoshta po të shef me lot në sy, ndoshta po të shef zemrën ka dridhet, ka çan, ka dënes. Edhe po inshallah se i sinqert. Edhe ndoshta ju ka caktuar njeriu runa zot kamioni me i hyp mi makinë, ndodh që e prek pak apo se prek fare, ose ndodh që ka lënë makina për mbi trupin e njerit kur të shef njeri hanpin, shmërë ndodhi, vallahi s'di pak diçka më ka lëndu, po jo veç disa shenje, disa gjurmë ka mbet, se s'kam kur gjë. Ose bjen prej katit, tretat, katat, let ka shpëtuar. Po Allahu Teala kur i ka regjistruar veprat në natën e Kadrit, ja ka lehtësu këtina. Andaj nuk është i njëjtë sikur ai që gjendet në adhurim në ibadet atë natë, e sikur ai që gjendet runa zot në për kafeteritë të natës, duke pi, me muzikë, me femra, me gjana të këqija. Atina ju ka caktuar me ndodh fatkeqësit, Allah thot vazhdoni atë. Do të thotë kë absolutisht nuk kërkon. Andaj kish me hom dokush pse apo ndryshoi kanë gjana kështu te Zoti me dëshirën, me vullnetin e Allahut i ndryshon Allah, jo ne. Mirë po ne bëhemi shkaktar, sepse kaderi, caktimi i Allahut, determinimi i Allahut është i prerë, nuk ndryshon. Mirë po çfarë thotë i dërguari i Allahut? La yarudul qadar illa ad-du'a. Nuk e ndryshon kaderin asgjë, caktimin, determinimin e Allahut, përveç duas. Jo çdo dua. Doja që bëhet në këtë natë është e veçantë. Doja në përgjithësi, por doja natën e Kadrit në veçantë. Doja që bëhet këtë natë është e veçantë. Jo ti me forcën tënde që ndryshon, por ti bash, do të thotë punëtor, ndërsa të shpërblen Allahu Teala. Dhe sikur të mos kishte diçka më shumë, vetëm këto që i përmendëm edhe këto janë minimumi çfarë mund të flitet për këtë natë, do të mjaftonin. Atëherë Hoxh, sigurisht që edhe minutat për të diskutuar për këtë temë janë të kufizuara, megjithëse siç e thatë edhe ju, është temë shumë e gjerë. Unë ju falenderoj që edhe pse kishit agjendë shumë të ngarkuar në këto ditë të fundit të Ramazanit, ju falenderoj që gjetët kohë të prezantoni në emisionin tonë. Faleminderit edhe juve, Allah i shpërbleft dhe mbesim me shpresë që të gjithë të shfrytëzojmë edhe këto pak ditë edhe ne që na ka mbet, edhe të dalim faqebar në ditën e Bajramit. Allahu na ndihmoft, na udhëzoft, na forcoft, çdo punë të mirë që e bojnë besimtarët, Allahu a pranoft, të ligat, të këqijat Allahu na i falte edhe na i të i kaloft, e të gjithëve Allahu në punë të mira të mbara në këtë botë na bashkoft, po edhe në botën tjetër mbesim me shpresë që do të shpërblehemi me xhenet. Allahu i shpërbleft edhe juve. Faleminderit. Shikues të nderuar, kjo ishte tëra për emisionin e sotëm. Zëri arsyes, faleminderit që na ndoqët, mirupafshim herave të tjera. Asalamu alaykum.